Rënjet e tarikatit Halveti si dhe titullimi i emrit Halveti deri në Rahovec. Nga shërbimi dhe udhëheqjes shpirtëror është emëruar tarikati Halveti, shkolla e lartë. Ky shërbim është atje të gjithë profetëve që kishin të i kaluar më parë si profeti Musaj alayhi selam në malin e Turisinës. Halveti tarikati është më i përhapur në Ballkan që nga periudha e perandorisë osmane. Veçanërisht në shekullin e 15 dhe 16, përmes një tarikut në shumë rajone të Ballkanit dhe si një pjesë në trevat shqiptare, në të gjithë konceptin e sufizmit islam. Tarikati Halveti nga shekulli 15 ka qenë rruga mistike më e njohur në botën islame. Ky tarikati është themeluar nga dishepulli dhe i quajturi pasues Ibrahim Zahid-din Aliut Omer El Halveti në vitin 750-1349. Halveti që do thotë izolim dhe si tillë ishte një nga formati më i preferuar në pastrimin dhe edukimin e vetvetes i të qenit sufi, që në periudhat e hershme dhe të pranuar si bazë të një jete të kërkuar. Por, themeluesi tarikatit Halveti është Omer El Halvetiu që ka bërë atë themel të jetës së quajtura sufi dhe e strukturuar në atë një formë iniciale të tarikut. Themelimi i parimeve kryesore dhe themeluesi i saj është një formë iniciale e tarikut Seyyid Yahya Shirvaniu në vitet 862-1457 ose 868-1463-64. Pas Seyyid Yahya Shirvanit, tariku Halveti ndahet në 4 degë kryesore, në Shabanien, e themeluar nga Shaban Veliu në vitet 966-1568. 2. Karabashie e themeluar nga Karabash Veliu më 1167-1568. 3. Nasurie e themeluar nga Nasuri Mehmed Efendi në vitet 1130-1486 dhe gjithashtu në degët Bekrie, Derdirie dhe Sarie. Dega Rushenia, themeluar nga Omer Rusheniu më 892-1486. Kjo degë ka edhe filialet Dermirtashie. E themeluar nga Mehmed Demirtashi më 938-1529. Një Gulshenia. Themeluar nga Ibrahim Gulsheni 940-1533. 2. Sezaie. Themeluar nga Hasan Sezai në 1150-1738. 3. Halatie. Themeluar nga Hasan Halatiu në 1329-1911. 4. Dega Ahmedie, themeluar nga Ahmed Shemseddin Isa Marmaraviu më 910-1504. Filialet e tij janë Ramazanie. Themeluar nga Ramadan Mahfiu në vitin 1025-1616. Gjerahie. E themeluar nga Nureddin Gjerahiu 1133-1721 Misrie. Themeluar nga Niazi Misriu më 1105-1693 si dhe degët Gjiandirie, Raufie dhe Salahie. Dega Shemsie. Themeluar nga Ahmed Shemseddin Sivasiu në vitet 1006-1597. Duke marrë parasysh këto themele 4 degës dhe uesit e tyre, tarikati Halveti është i degëzuar në shumë nëndeg të tjera, varësisht nga koha dhe vendi i procesit edukativo-aksionar, sufi ose seir suluk.
Praktikimi I tarikatit halveti zbatohet përmes përkujtimit të 7 emrave të Allahut Dhul Xhelal, Esmaus Seb'a, përkatësisht La ilahe illallah, Allah, Hu, Hak, Hay, Qayyum, Qahar. Shumicën e tyre të tesavufit në këtë rrugë të besimit e përkufizojnë silljen e ngritur dëshmisë së njohshmërisë së Allahut, Zoti është një, dhe përmes 7 emrave me qëllim të pastrimit të shpirtit dhe vetes I të qenit si një besimtar I devotshëm. Këto përshtatshmëri të nefsit janë 1. Emmar nefs, 2. Levame nefs, 3. Nefsi mulhime, 4. Nefsi mutmaine, 5. Radiallahu nefs, 6. Nefsi merdije, 7. Nefsi qamil dhe rikvetije. Ndryshe shpirtër si Uludag, Suleiman, Halvetije në enciklopedin të Dianetit Islam. Proporcionalmerisht me ndryshe dhe vendosjen e rrethit të njësisë, u ngritën dhe u bën edhe ushtrimet si riad, egzorcizmi, evrad, logjike edukativo-arsimor, që njihet si platform begj, degëzimi I teqeve të pirëve. Hazreti Pir Omer Halveti Lahijani, Shej Ehimirum Halvetiu, Shej Izudin Halveti, Shej Sadreddin Hiaviu, Piri Thani, Sejid Yahya Shirvaniu, Baku, pra, Piri 2, Shej Muhammad Erzinjaniu, Shej Ibrahim Qamil Kajseriu, Shej Alauddin Ushakiu, Hazreti Pir Yegibashi Shemsidi, Ahmed Efendi Marmaradi Manisa nga Kolli Ahmedije, Shej Haji Izzedin Karamaniu, Shej Kasim Narendevi Negylli, Shej Muhammed Muhidi, Pir Ramazanedini Mahfiu, Stambol, Shej Mesgji Ali Rumi Edrenevi, Shej Mesgjizade Ibrahim Ali Edrenevi, Shej Delbarg Ali Rumi Filibevi, Shej Fazil Ali Rumi Lofqevi, Piri Shej Hussein Seresi, Greqi, Piri Shej Osman Halvetije Ramazanije, Prizren, dhe Shej Efendi Suleiman Alije Halveti Raovqa, Rahovec. Dhe më shumë për kujtim të teqes, muridi halveti dhe egzorcizmi kanë edhe kujtime individuale të praktikave në çdo moment të jetës së tyre. Ju kujtoj pak për tarikatin Alije Halvetije. Një zeman shumë I çmuar, halveti do të thotë, veçuar, vetëm ose izoluar.